Çdo lëvizje që bën Egli dhe Gjesti shikohet me luk nga djegësit e tyre. Lëvizja e radhës është ikja që Egli ka bërë në Prishtinë. Edhe pse nuk ka postuar një foto apo një video që është përkrah Gjestit, dyshimet dhe lajmet apo dhe foto që po qarkullojnë në rrjetet sociale janë që dyshja është bashkë. Kjo vjen edhe në një moment ku Gjesti nesër ka ditëlindjen e me sa duket do ta festojë pranë personit që ka qëndruar më së shumti në shtëpinë e Big Brotherit, por edhe me personin që më së shumti krijoi lojë dhe drama në atë shtëpi. Reagimi vetëm që Egli ka bërë është përmes një foto në Insta Story duke shkruar Air Prishtinë në një automjet, ku më pas doli edhe një video që është i njëjti automjet me të cilën edhe Gjesti ka shkuar në Prishtinë ditët e fundit. Dyshja vijon që të mbajtë mbërthyr audiencën dhe mediat dhe rrjetet sociale. Ata janë kryefjale e showbizit dhe ka një interes shumë të madh për të mësuar më shumë për raportin e tyre, janë apo nuk janë bashkë. E sa i takon Gjestit, ai më së shumti është fokusuar, le të themi, në aspektin e karrierës, pasi sot zbuloi që ka bashkëpunuar dhe do të jetë në labelin ku është edhe Ylli Limani, një lëvizje e zgjuar në një ekip që me sa duket do ta sjellë Gjestin në një formë tjetër më artistike se çka qenë më parë. Jo se më parë nuk ka krijuar hite, ka krijuar hite me miliona shikime, por do ta shikojmë në një formë ndryshe dhe në një aspekt dhe në një vizion paksa më artistik. Lajmi tjetër që ka pushtuar mediat sociale është padyshim Driloni, Sara dhe Xheneta. Është Driloni ai që kësaj radhe ka mbërthyer audiencën me publikimin e një video që është bërë nga Prive Mbaj Liberta Spahiu, ku shihet në shoqërinë e një vajze që nuk e ka treguar më parë për të, nuk ka folur më parë për të, por në këtë video shihet duke shkëmbyer në puthje. Disa e komentojnë që është një puthje iskenike, disa e komentojnë që mund të jetë një dashuri që Driloni e ka gjetur pasi ka përfunduar rrugtimin e tij në Big Brother, disa e shikojnë si një tentativë për t'u larguar opinionit apo çështjet që ka me Xhenetën, që po endet në dyert e gjykatave tani më. Por nga ana tjetër, një veprim që ka është komentuar është edhe lëvizja që ka bërë Sara duke e bërë unfollow në Instagram. Instagrami është një mënyrë ku edhe personazhet japin sinjale për raportet e tyre. E ky unfollow që Sara i ka bërë Drilonit do thotë që miqësia që ata kanë pasur pasi kurrë nuk kanë qenë në ujëra të një lidhje apo të një krijimi të një çifti, edhe pse shumë djegës edhe shumë fansa të tyre kanë qenë të zjarrtë dhe i kanë dashur të shikonin çift, në asnjë moment apo në asnjë tjetrin, në asnjë shtëpinë e Big Brotherit dhe as jashtë saj, kjo dyshe nuk ka dhënë sinjale që mund të kishte një kimi. Sado që kanë pasur një shoqëri shumë të mirë që e çuan njëri tjetrin në finale, një shoqëri që ja mbajtën kurrizin njëri tjetrit si askush, se unë e kam thënë edhe do ta them gjithmonë, por nuanca romantike dhe roz nuk ka pasur. E nëse Driloni këtë e ka për t'ju shmangur ose për të anashkaluar situatën me Xhenetën, është një lëvizje e goditur, e nëse është në dashuri, ju urojmë mbarësi në këtë lidhje të re. Fjalët janë që Egli ka shkuar në vendlindjen e Gjestit në Pej, ku aty është parë dhe nga banorët, për ende foto dhe materiale për ta vërtetuar këtë nuk ka, por fjalët nuk dalin kot. Kjo vjen dhe nga që unë thash, nga interesi i madh që kanë për të mësuar më shumë për këto dyshe. E dërsa treni hecën për këto personazhe që unë fola, për të tjerët kanë ngesur në vend edhe duhet të nxitohen për të kapur ndonjë vagon e për të qenë në qendër të vëmendjes.